Mbi 120 rinj të moshuar paraqiten çdo ditë për ndihmë mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal Fier, si pasojë e virozave sezonale dhe gripit, duke krijuar një fluks të lartë pacientësh. Mjekja Ilva Çuni bën me dije se grupmoshat më të prekura janë 15 deri në 25 dhe 70 deri në 80 vjeç, ku nuk kanë munguar dhe fatalitetet. Simptoma më të shpeshta të këtyre pacientëve kanë qenë temperatura, kolla e thatë, grupmoshat më të prekura kanë qenë grupmosha 15-25 vjeç dhe grupmosha 70-80 vjeç. Po sipas mjekës Çuni, në pikun e gripit në muajin nëntor-dhjetor, numri i vizitave ditore arriti në 160 në 24 orë, ndërkohë që ka theksuar se janari ka shënuar rekord qytetarësh që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në urgjencën e Fierit, ku numri i tyre ka arritur në 4000. Ajo ka theksuar gjithashtu se gripi i sivjetshëm krahasuar me vitin e kaluar është karakterizuar nga një kozgjatje më e madhe e simptomave dhe rikthimi i tyre pas një periudhe përmirësimi disa ditore. Është vënë re që kjo viroz ose kjo gjendje gripale gjatë kësaj periudhe të vitit, krahasuar me vitin e kaluar, ka patur një kozgjatje më të gjatë në kohë dhe me simptoma të cilat janë rikthyer te pacientët që janë prekur fillimisht në momentin e pikut gjatë periudhës nëntor-dhjetor, por edhe tani në fillim janari, pacientët e paraqitur ka qenë maksimalisht në një numër rreth 150-160. Është vënë re që këto 2 javë ka rënë fluksi, maksimumi gjatë 24 orësh janë paraqitur rreth 120 pacientë, që përsëri konsiderohet një numër goxha i lartë. Më të prekur nga gjendja virale kanë qenë të sëmurët kronik, të cilët janë hospitalizuar, ndërkohë që mjekja Çuni ka bërë thirrje për vëmendje të shtuar në përdorimin e antibiotikëve, të cilët duhet të përdoren vetëm me rekomandimin e mjekut të familjes. Ndërkohë, përballë kësaj situate, Çuni ka apeluar për të gjithë adoleshentët e prekur nga gjendja gripale të mos frekuentojnë shkollat, por edhe të shmangin ambientet publike. Apeli që bëjmë neve është që pacientët, sidomos gjatë ditëve dhe orëve të parë të temperaturës, të trajtohen në shtëpi, të marrin ulës temperature, antipiretik dhe të trajtohen tek mjeku i familjes. Gjithashtu rekomandojmë që mos të përdorin antibiotik në mënyrë abuzive, do të thoja, duke u konsultuar vetëm me farmacistin pa bërë një konsult ose një këshillim paraprak me mjekun e familjes. Rekomandohet gjithashtu që të shmanget shkuarja në shkolla e adoleshentëve, sepse normalisht shtohen rastet e virozave dhe gjithashtu rekomandohet që mos të frekuentojnë ambiente publike ose ambiente me shumë njerëz, duke favorizuar akoma më shumë rritjen e numrit të pacientëve të prekur. Pavarësisht fluksit të lartë të pacientëve, urgjenca e Spitalit Rajonal Fier ndodhet në gatishmëri të plotë me personel të mjaftueshëm për të përballuar nevojat e qytetarëve për ndihmë mjekësore, ndryshe nga vitet e kaluara, kur mungesa e mjekëve ka bërë që mbi ngarkesa të përballohet me vështirësi.